Pse Persia u bë Iran? Historia pas ndryshimit të emrit. Në vitin 1935, Persia u bë zyrtarisht Iran, duke shënuar një ndryshim vendimtar kulturor dhe politik. Ky vendim i udhëhequr nga Reza Shah Pahlavi kishte për qëllim të forconte identitetin kombëtar, duke adoptuar emrin Iran, të cilin banorët e zonës e përdornin prej shekujsh. Ndërkohë që Persia ishte një term i preferuar nga vendet perëndimore, pasi lidhej me ndikimin historik të perandorisë persiane. Iran rrjedh nga fjala Aryan dhe lidhet drejt për drejt me rrënjët e lashta të vendit, raportojnë mediat. Ky vendim ishte pjesë e një përpjekjeje më të gjerë për të modernizuar vendin dhe për të forcuar ndjenjën e një krenarie të përbashkët tek qytetarët e tij. Kalimi nga emri Persia në Iran shpesh ngjall kuriozitet. Njerëzit ende i referohen Persisë kur mendojnë për perandoritë e lashta dhe historinë e pasur të rajonit, ndërsa Irani përdoret për të treguar shtetin modern. Por çfarë nxiti këtë ndryshim emri dhe pse ishte kaq i rëndësishëm? Emri Persia është përdorur nga bota perëndimore për shekuj me radhë për të treguar Iranin. Ai rrjedh nga Parsa, një rajon në jug-perëndim të Iranit, i cili ishte shtëpia e themeluesve të perandorisë persiane, duke përfshirë Kirin e Madh në shekullin e 16 para Krishtit. Edhe pse termi Parsa i referohej vetëm një rajoni specifik, historianët greke përdorën për të përshkruar gjithë perandorinë dhe ky përdorim u përhap dhe mbeti në gjuhët perëndimore. Megjithatë, Persia ishte kryesisht një eksonim, një emër i dhënë nga të huajt. Vetë banorët e rajonit përdornin emra të ndryshëm për tokën e tyre. Për mijëra vjet, ata e quanin vendin e tyre Arianam në gjuhën proto-iraniane, Iran Zaman, toka e Iranit, ose thjesht Iran. Kur u bë Persia Iran? Ky ndryshim u inicua nga Reza Shah Pahlavi, sundimtari i atërshëm i vendit, i cili dërgoi një urdhër që shtetet e huaja dhe korrespondenca zyrtare të përdornin emrin Iran në vend të Persia, duke përputhur kështu emrin ndërkombëtar me emrin që populli e kishte përdorur prej shekujsh për tokën e tij. Fjala Iran do të thotë toka e arianëve dhe ky emërtim lidhet me rrënjët historike të popullit iranian dhe me identitetin e tij kulturor. Ky ndryshim u pasi një mënyrë për të forcuar ndjenjën e një identiteti kombëtar autentik dhe për të refuzuar emrin e huaj Persia, që kishte qenë përdorur kryesisht nga perëndimorët për shekuj me radhë. Pra ky hap nuk ishte thjesht një ndryshim formal, por një pjesë e një vizioni më të gjerë për të modernizuar vendin dhe për të riafirmuar identitetin e tij historik dhe kulturor në arenën botërore. Ndryshimi i emrit në vitin 1935. Ishte në vitin 1935 kur Persia u bë zyrtarisht Iran. Ky ndryshim u vendos nga Reza Shah Pahlavi, mbreti i vendit në atë kohë. Gjatë një tubimi të Novruzit më 21 mars 1935, ai kërkoi që delegatët e huaj të përdornin termin Iran në të gjitha korrespondencat zyrtare, duke zëvendësuar emrin Persia. Për të kuptuar vendimin e tij, duhet të njohim pak më mirë figurën e mbretit të parë Pahlavi dhe lidhjen e tij me baban e fundit të monarkisë iraniane, Mohammad Reza Shah. Duke ardhur nga një prejardhje e thjesht, Reza Pahlavi u bashkua herët me ushtrinë dhe ngjiti gradualisht në pushtet, i udhëhequr nga një ambicie e fortë për vendin e tij. Në vitin 1921, me anë të një grusht shteti, Reza Shah u bë udhëheqës, duke shënuar përfundimin e dinastisë Qajar. Ai menjëherë nisi reforma të gjera për të modernizuar vendin dhe për ta futur atë në epokën e re të modernitetit. Në të vërtetë, Reza Shah ndjente se vendi mbetej pas në krahasim me vendet perëndimore dhe dëshironte të ndryshonte mënyrën se si perceptohej Persia.
A I vendosi të ndryshonte emrin në Iran për të shkëputur nga imazhi kolonial I vendit dhe nga perceptimet negative të lidhura me Persin, që rrjedhin nga sundimi I mëparshëm I dinastisë Qajar, të cilët perëndimi I shite si dekadent, të ngarkuar me borxhe dhe në rënje. Për Reza Shah, Persia simbolizonte të kaluarën, ndërsa Iran përfaqësonte të ardhmen. Duke adoptuar këtë emër, ai synonte gjithashtu të krijonte një ndjenjë të re identiteti kombëtar, të rrënjosur thellë në historinë e lashtë të vendit. Pse Iran? Emri Iran ka rrënjë të thella historike, duke rrjedhur nga fjala Arian, që do të thotë toka e arianëve. Ky emër shfaqet në tekstet e lashta të Avestas, shkrimet e shenjta të Zoroastrizmit dhe më vonë në mbishkrimet e perandorisë Ahemenide, ku sundimtarët e konsideronin tokën si pronë të iranianëve. Gjatë periudhës Sasanide, termi Iran përdorej për të treguar jo vetëm popullin, por edhe perandorinë. Prandaj kur Reza Shah zgjodhi emrin Iran, ai po rikthehej tek identiteti historik I vendit të tij, duke lidhur të tashmen me rrënjet e lashta kulturore dhe historike të kombit. Persia dhe Irani, konfuzioni vazhdon. Edhe pse ndryshimi I emrit u bë zyrtar në vitin 1935, të dy emrat, Persia dhe Iran vazhduan të përdoren. Gjatë luftës së dytë, kryeministri britanik Winston Churchill I kërkoi qeverisë iraniane që të përdorte përsëri emrin Persia për të shmangur konfuzionin midis Iranit dhe Irakut, të cilët të dy ishin të okupuar nga aleatët. Kjo kërkesë u pranua përkohësisht gjatë luftës, por pas përfundimit të konfliktit, emri Iran mbeti dominues në përdorimin zyrtar. Më vonë në 1959, Mohammad Reza Pahlavi, djali I Reza Shah, njoftoi se Persia dhe Iran mund të përdoren në mënyrë të ndërsjellët në korrespondencën zyrtare, duke lejuar fleksibilitet në referimin ndaj vendit, veçanërisht në kontekste kulturore dhe historike. Sot Persia versus Irani. Sot Iran është emri zyrtar I vendit, por Persia përdoret ende shpesh kur flitet për perandorinë e lashtë, historinë e pasur dhe trashëgiminë kulturore. Shumë iranian preferojnë të përdorin emrin Persia, pasi mendojnë se ai pasqyron më mirë të kaluarën e lavdishme të vendit, ndërsa Iran përdoret kryesisht në kontekste politike dhe moderne. Vlen të theksohet se që nga themelimi I Republikës Islame më 1 prill 1979, emri zyrtar I plot I vendit është Xhomurie Eslamie Iran, që përkthehet si Republika Islame e Iranit.